3 vite pas zbulimit të laboratorit të kokainës në Frakull të Fierit, prokuria e posaçme ka vijuar arritime duke I dhënë status bashkëpunëtorëve të drejtësisë 2 prej të pandehurve të përfshirë në këtë dosje. Sipas hetimeve, 2 bashkëpunëtorët kanë dhënë dëshmi të reja, duke identifikuar persona dhe episode shtesë që lidhen me aktivitetin kriminal, ndërsa deri më tani rezultojnë të përfshirë mbi 15 persona në kuadër të 3 procedimeve të ndryshme. Nga vendimi I gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krim të organizuar, 10 persona janë shpadur fajtor dhe janë dënuar në total me 89 vite burgim për rolin e tyre në këtë grup të strukturuar kriminal. Sipas dosjes hetimore, të pandehurit kanë bashkëpunuar në mënyrë të organizuar për planifikimin, sigurimin dhe transportimin e një sasie kokaine nga Kolumbia drejt Shqipërisë. Lënda narkotike ishte e fshehur brenda një ngarkese me ple organik artificial e paketuar në një kantier që fillimisht u transportua nga Kolumbia nëpërmjet portit të Pireut në Greqi, më pas drejt portit të Barit në mal të Zi. Me 19 shtator 2022 ngarkesa është futur në Shqipëri përmes rrugëve toksore dhe pas zhdoganimit në Tiranë është transportuar në fshatin Frakull e Madhe në Fier, ku më pas u sekuestruan nga policia gjyqësore. Hetimet zbuluajnë gjithashtu se ambienti ku gjet laboratori për punimin të kokainës me 24 nëntor 2022 ishte në pronësi të ish-kryetarit të komunës së Frakullit, Çervanaku, I cili është dënuar me 10 vite burgim.